A y me mandatet e krimit, ne me idealet, parimet dhe interesat me fisnike të shqiptarëve duke i mbrojtur ato. Kjo është gjendja, situata. Protesta e datës 22 është frymëzim për çdo shqiptar dhe secili nga ne duhet t'jap kontributin më maksimal në një kryengritje të fuqishme me 22 mars. Kryengritje që duhet t'jap përgjigjen më të merituar akteve antikombëtare, antikushtetuese, antiligjore të Edi Ramës, që përpiqet me çdo kusht të mbrojë vetën dhe sojnë e tij hajdut nga ligji dhe kushtetuta. Ndërkohë, duhet të përgëzoj të gjithë kryetarët e ri të zgjedhur në degët e Partisë Demokratike nga Shkodra në Vlorë, Berat, Sarand, Himar dhe qytetet tjera. Procesi zgjedhor është zhvilluar bazuar në primaret. Dhe unë mund të them se ka qenë një proces për të cilin ndje falenderoj shumë pjesëmarrësit, të gjithë antarët që votuan, falenderoj organizatorët, drejtuesit, udhëheqësit politik, koordinatorët dhe uroj nga zemra fituesit. Ky proces dëshmoj dhe njëherë se ne nuk duhet na asnjë thanë të heqim dorë nga primaret. Nuk mund të zëvendësojmë ne me asgjë vullnetin të drejtën për vendimarrje të antarëve tanë. Janë zgjedhur, janë ndarë me mirëkuptim dhe sa më shumë konsolidohet kjo traditë, aq më e fuqishme bëhet Partia Demokratike. Tani, siç e kemi detyrim që të kemi veprimtari shumë planshe, njëkohësisht, duhet vazhdojmë me finalizimin e zgjedhjeve në të gjitha degët e tjera, zgjedhjet e kryesive të Partisë Demokratike në përpjekje të madhe për hapjen e kësaj partie dhe për zgjedhjen në drejtimin e saj të njerëzve më me reputacion, të demokratëve e demokratëve më me reputacion. Për të përshtatur si hap pozitiv është gjithashtu zgjedhja në Lezhë, në Vlorë, Sarandë dhe Himar me votën e lirë të demokratëve i zonjave të nderuara. 4 zonjave të nderuara. U të i kalu... Edhe Ndimal. Edhe Ndimal, po, Protoduari. Dhe Ndimal. 5. U të i kaluë një mentalitet i prapambetur, paternalist, absolutisht i pa bazë. Dhe unë them që edhe ky dimension kësaj here është një dimension vërtet emancipues. Dhe i përgëzoj ato zonja për guximin e tyre, për përkushtimin e tyre, për suksesin e tyre. Edhe Vlora së fundi dje. Po e thash Vlora, thash edhe Vlora, po.
kështu që të vazhdojmë në këtë në këtë drejtim, të finalizojmë sipas përcaktimeve që u lexuan këtu, zgjedhjet në deg, ta mbyllim këtë proces, ta finalizojmë me zgjedhjen me kuvendin në fillim të qershorit dhe rikthehemi krahas kryengritjes paqësore, rikthehemi tek përgatitjet për zgjedhjet vendore, të cilat duhet të angazhohemi me të gjithë forcën. Tani janë dhe grupe pune që do të krijohen, por mediat do të na falin